نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Falënderimi i takon vetëm Allahut xheleshanuhu, atë e falenderojmë dhe ndihmë dhe falje prej tij kërkojmë. Kurse selamet, salavatet i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnikë dhe të gjithë atyre të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar shikues, pikë së pari ju përshëndesim me përshëndetjen më të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit Allahu xheleshanu qofshin mbi të gjithë ne. Ajetin të cilin e ceka ku Allahu xheleshanu në surën Fatir thot: Allahu xheleshanu ka 99 emra të tij të bukur. Po në këtë surë cekët një prej emrit të tij të bukur ku është emri Esh-Shakur, pra mirënjohës apo falënderues, ku Allahu thot nëse diçka i falënderoni Allahu xheleshanu pa dyshim do ta kompenzojë atë. Muhamedi alayhis salam në një hadith thot: Allahu xheleshanu ka 99 emrat e tij të bukur, pra luteni atë me ato emra të bukur, dhe një prej emrave të bukur të Allahu xheleshanu pra është emri Esh-Shakur, mirënjohës. Pra nëse ne bëjmë një punë të mirë, Allahu xheleshanu padyshim se do ta kompenzoj atë. E kemi rastin këtu ku e cek pejgamberi alayhis salam një rast me një grua e cila thot kishte gjunahe shumë të mëdha, por një ditë prej ditëve ajo ishte duke kaluar nëpër rrugë dhe e pa një qen të etur, dhe ajo mor ujë dhe i dha atij qenit dhe e freskoi. Thot Allahu xheleshanu për hir të asaj pune, për hir të asaj mirësie të cilën e bëri, Allahu tregua shumë mirënjohës dhe atë e fali dhe do ta fut në xhennetet e tij të pafundshme dhe do ta shpërblej me të mirat që gjenden në madhrinë e tij. Po ashtu mund ta cekim edhe rastin ku Allahu xheleshanu thot: unë kam përgatitur për robërit e mi shumë të mira që syri tyre nuk i ka pa, veshin nuk i ka ndëgjuar dhe goja tyre nuk i ka shijuar në këtë dunja. Para mendoni sa mirënjohës, sa falënderues është Allahu xheleshanu. Ne nëse e bëjna një të mirë, një grimc apo një gur e largojna prej rruge e cila pengon, thot Allahu xheleshanu do të na falënderon neve, do të jetë mirënjohës dhe do të na shpërblen me shpërblimet që gjenden në madhrinë e tij. E lutim Allahun xheleshanu që të jetojmë me këto emra të bukur të Allahu xheleshanu, të veprojmë me këto emra të bukur të Allahu xheleshanu dhe të vdesim me këto emra të bukur të Allahu xheleshanu. Pra emri Esh-Shakur i Allahu xheleshanu, një prej emrave të bukur, na tregon se duhet të jemi mirënjohës, duhet të jemi falënderues ndaj Allahu xheleshanu, pra të jetojmë me këtë emër. Pse? Sepse Allahu xheleshanu është shumë mirënjohës ndaj neve. Nëse bëjmë një të mirë, pra ashtu edhe vetë se e ceka ku thot Allahu xheleshanu do të përgatite shumë të mira në ahiret të cilët syri jon nuk i ka pa. Allahu na falt dhe na mëshiroft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.